Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, përmes një mesazhi televiziv drejtuar qytetarëve, ka shpallur një paketë të re masash ekonomike të përhershme me vlerë 1.1 miliard euro për të mbështetur 2.7 milion qytetarë. Ky vendim vjen pas regjistrimit të një suficiti rekord për vitin 2024. Sipas Mitsotakis, parat do të shkojnë kryesisht për 3 sektorë: lehtësimin e qiramarrësve, mbështetjen e pensionistëve dhe shtimin e fondeve për investime publike. Ai thekson se me përmirësimin e ekonomisë greke duhet të ndihen edhe përfitime të drejtpërdrejta nga qytetarët. Unë e di se sa e vështirë është të kalojnë muajt bashkë qytetarët tanë që jetojnë me qira, dhe lehtësimi i tyre është prioriteti im i parë. Prandaj vendosëm që çdo vit dhe konkretisht në muajin nëntor, shteti të kthejë qiramarrësve një qira të plotë për të lehtësuar shpenzimet. U shpreh Mitsotakis. Masat përfshin rikimin e një qiraje në vit për rreth 950.000 qiramarrës, me shumën maksimale të rimbursimit deri në 800 euro, për çiftet më të ardhurat deri në 28.000 euro në vit. Ndihmë prej 250 eurosh për pensionistët me të ardhurat të ulta, personat e pasiguruar dhe personat me aftësi të kufizuara. Shtesë prej 500 milion eurosh për programin e investimeve publike me qëllim për njërsimin e infrastrukturës dhe zhvillimin e projekteve të reja. Këto masa u shpallën menjëherë pas publikimit të dhënave nga Instituti Kombëtar i Statistikave, i cili bëri të ditur se Greqia ka arritur një suficit primar prej 4.8% të produktit të brendshëm bruto, ka 11.4 miliard euro dhe një suficit fiskal përfundimtar prej 1.3%, çka lejon përdorimin e suficitit shtesë këtë vit, sipas rregullave të reja të BE-s. Ndaj kritikave të opozitës se ky suficit është rezultati i rritjes së bazës fiskale dhe çmimeve, qeveria greke reagoi duke deklaruar se ka ndërmarrë udhëhe taksash në mbi 72 raste, ka rritur vendet e punës përmes zhvillimit ekonomik, ka luftuar evazionin fiskal dhe ka kursyer fonde përmes kontrollit të shpërdorimit në sektorin publik.